ta marrim ato në vendin e saj. Nëse kemi me vete kafshën e fletushkës, do t'jemi më të besueshëm. Po, çfarë do t'japim për të ngrënë? Pambuk, sheqeri, apo ja? Po ku do t'ikim ta marrim? Largo, nuk na duhesh më. Largo, të thash. Eja këtu, Chopper. Mere është për ty. Robin, po më tremb. Tani! Jo, Robin. Çfarë? O, jo, Niko Robin. Kur që ishin ata tipat? E marrë të mira, ata morën me vete Niko Robinin. Duhet të jenë dy hajdu. Shpejt, duhet të shkojmë menjëherë te kapiten Raberi për t'i treguar atë që ka ndodhur. Si thatë, po thoni se tashmë e keni pa Raberin. Po, kete drejtë, duhet të bashkohet të gjithë ekuipazhi. Po, na duhet një plan për të liruar Robinin ton. Ha pra dje ma shkojmë tek Raberi. Këtu arqipelago Sabaudi, kemi kapur Niko Robinin dhe edhe një dhejl për që e ka kafshuar dhe nuk do t'a lëshoj në botë. Brenki pas ka punuar shumë mirë për të sistemuar përsosmërisht 1000 vjet. Jo tregon se s'më mbetet gjë tjetër veç se për të bërë wow, ti bukuroshe nga Sabaudi. Oh, jo, s'kash përqëndrim, Sanxi. Duhet të mendoj të blej përbërësit më të mirë për të gatuar vakte të shkëlqyera. Eja, e ti se sa e mirë që je, e bukur. Po thosha se duhet të gatuaj diçka të shishme për të hapitur Namin dhe Robinin. Por nuk e kam iden se çfarë. Këtu nuk kam parë ende diçka që të mund të më frymëzoj vërtet. Çfarë duhet të blej? Kërkon diçka të veçantë? Përse nuk shkon të kërkosh tek dyqani afër plazhit të zonës 42? Në rregull. Faleminderit. Mirupafshim. Ej, ti peshkatar. A më shet pak peshk me çmim të mirë? Ha? S'pas ka njeri? Ha? Ej, dyqani yt është ky. Çfarë ke kështu? I ka ndodhur një fatkeqësi, një tipi me flokët jeshil. Me flokët jeshil? Ha, pra më thuaj çfarë ka ndodhur? O, zoti madh, është diçka e